Jemi rikthyer përsëri në studio dhe tash është koha të flasim për Tokën. Toka është një organizatë jo qeveritare që fokusohet në edukimin dhe vullnetarizmin rinor. Ne do flasim për 10 vjetorin, po ashtu dhe diçka shumë të rëndësishme që në anën tjetër i nxit edhe të tjerët. Thot ka shpallur një thirrje të hapur për mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulët në kuadër të programit të vullnetarizmit edukativ, thirrje për të bërë super arsimtar. Qysh duhet me u bo super arsimtar, kush mundet me konkuru, qka kalojnë për cilat faza, pastaj edhe për 10 vjetoren, edhe qysh ka shku këto 10 vjetë, çfarë ndikimi ka pas Toka në Kosovë, do ta kuptojmë përmes bisedës të cilën e zhvillojmë bashkë me Fjolla Shaqirin, që është drejtore e zhvillimit të organizatës. Mirë mëngjesi, mirë se na erdhe. Mirë mëngjes, mirë si ju gjej. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu. Na trego pak për Tokën edhe këtë iniciativën që është disa vjeqara, nuk është për herë të parë për super arsimtarët. Po, patjetër, atër Toka është organizatë jo qeveritare, si vjetë kemi 10 vjetorin, që i bie se jemi themelun vitin 2015. Jemi organizatë e cila fokusohet në zhvillim të rinjeve, pavarësisht se prej ka ata vinë, por me fokus të veçantë tek fëmijë që vinë nga komunitetet dhe zonat e paprivilegjuara, që do të thotë shumë shpesh shkojnë tek qytetet e vogla ose zonat rurale të Kosovës. Iniciativa e vullnetarizmit edukativ është njëna prej shtyllave programore më të vjetra të organizatës Toka. Është një kurikul e zhvilluar daton prej viteve 60 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mësimdhënësit dhe të tjerët zhvillojnë procesin e të nxënit duke shërbyer në komunitet. Në anglisht quhet service learning, ndërsa ne në shqip e kemi përkthyer vullnetarizmi edukativ. Këtu më duhet me përmend partnerin tonë në Rumani, New Horizons Romania, që është organizatë e cila e zhvillon të njëjtën kurikul për në Rumani. Dhe ata bashkë me stafin e Tokës, tashe 7 vite nëse nuk po gaboj, që nga viti 2017 më sakt, për çdo vit, për pas 2 vitet e kalume, kemi trajnu mësimdhënësit, të cilët në dyshe, nëse po themi unë dhe te jemi 2 arsimtare të një shkolle fillore, se mësimdhënëse, kemi dëshirë mu angazhu në mënyrë vullnetare jashtë të rarit të zakont mësimor, ne aplikojmë të dyja bashkë dhe në një proces të jetë, me thonë, rigoraz, me thonë, ka procedurat mbushjes e aplikimit, rishikimit e aplikimit, naftojnë zyrtarët e Tokës në një intervistë të përbashkët. Gjatë intervistës na jepet edhe një aktivitet i edukimit jo formal të zhvillohet për gjatë intervistës, kështu që neve na testohen shkatësitë e facilitimit dhe komunikimit me nxënës, edhe nëse e kalojmë atë intervistë, naftojnë në një trajnim 7 ditor gjatë verës, në kohën kur nuk kemi proces të rregullt mësimor, për me marrë këtë kurikul e cila është e përkthyer, e adaptuar, e lokalizuar për mësimdhënësit dhe nxënësit kosovar. Ndonse është kurikul e marrë nga shtetet e jashtme, atë kemi pasur kohë ta lokalizojmë dhe t'ju përgjigjemi direkt nevojave të nxënësit kosovar. I cili, nëse më lejo të them, nga testet e standardizuara, po e citoj PISA-n, është 4.5 vjetë mrapa nxënësit, le të themi francez ose britanik. Andaj është shumë e rëndësishme lokalizimi edhe adaptimi i kurikules për nevojat aktuale, dhe për atë ne fillimisht i trajnojmë mësimdhënësit, jemi në dyshe, kështu që do të zgjatë programi në komunitet dhe ne premtojmë, me thonë ashtu, angazhimin tonë për një vit shkollor. Dhe ideja është që aktivitetet të cilat zhvillohen çdo javë me fëmijë të moshave 15 deri në 19, më fakt 12 deri në 15 vjeç, që i bie klasa 6 deri në klasën e 9, do të zhvillohen jashtë procesit rregullt mësimor një herë në javë, ku ata do bashkë me mësimdhënësin dhe Tokën, bashkë me 2 mësimdhënësit. Dhe Toka e alokon një mentor ose një mentore, i cili po e takon mësimdhënësin, bën vizita në klasë, jep këshilla bazuara në përvojë, dhe ideja krejt të më tëtë, nëse ne kalojmë këtë fazë dhe kalojmë trajnimin, ne bëhemi super arsimtare, ndërsa vullnetarët, nxënësit që i kemi në klub, bëhen super vullnetar, dhe ne në fund të vitit shkollor, në pranverë, realizojmë një projekt
me një shumë e cila është simbolike, mi po neve na lejohet të bëjmë ngritje të fondeve edhe në komunitet, dhe bashkë me nxënësit ideja është të mësojmë përmes shërbimit në komunitet. Për atë quhet edhe vullnetarizëm edukativ, dhe shpresa jonë është të krijojmë një masë të mjaftueshme, të konsiderueshme të projekteve, të nxënësve, të arsimtarëve, e cila më pas e shtyn institucionalizimin e këtij programi, që në një të ardhme ëndra jonë është që secila shkollë, qoftë fillore, mesme, ulët ose e lartë, ta ketë të paktën një klub të supervullnetarëve në shkollë dhe mësime dhe nxënia e elementeve të kurrikulës, e cila është vendosur nga Ministria e Arsimit, të bëhet pse jo përmes vullnetarizmit edukativ. Unë i pash në LED nga mbrapa, i pash fotot edhe thënjet po ashtu deklaratat e mësimdhënësve, do thotë janë të interesuar mësimdhënësit kosovar për me apliku apo për me u bë super arsimtar. Gjithsesi, prej gjeneratës së parë, që ka qenë viti 2017-2018, ne vazhdimisht kemi telefonata, e-maila, kontakte të arsimtarëve të cilët ndonë se nuk paguhen, në të gjithë në mënyrë vullnetare, kanë shumë dëshirë ta marrin kurrikulën e vullnetarizmit edukativ, dhe çka po ndodh në mënyrë të natyrshme, aktivitetet dhe qëllimet, objektivat e kësaj kurrikule ata po integrojnë në mënyrë vullnetare me dëshirë në objektivat e kurrikulës e cila i obligohet nga Ministria e Arsimit. Dhe nëse ne në mënyrë të natyrshme përmes një programi jashtë shkollor kemi arritur që nxënësit t'i motivojmë dhe më e rëndësishme t'i shkaftësojmë, t'i aftësojmë që këto kurrikula dhe këto aktivitete të integrohen në mënyrë të natyrshme në proces të rregullmësimor, atëherë është një tik shumë i madh për tokën dhe tregon që me të vërtetë ka interes, ka motivim dhe ka dëshirë. Edhe nxënësit përfitojnë patjetër shumë prej këtyre aktiviteteve dhe krejt çka zhvillohet edhe jashtë orarit mësimor. Po, do të thotë udhëtimi i një supervullnetari në një klub të vullnetarëve është që ne kemi ndarë në module, quajmë, moduli parë nxënësit domosdoshmë duhet të kenë një lloj diversiteti. Kështu që ne i themi superarsimtarëve që ju shpallni një mini thirrje të hapur brenda në shkollën e juaj dhe ju i ftoni të gjithë. Nuk e bëni një përgjedhje vetëm nxënësit me sukses të lartë ose sukses mesatar, ideja është që ti kombinojmë nxënësit, ta krijojmë pikërisht, sepse në dinamikat e klubit kur nuk i dihet cili nxënës ka me shkëlqy. Ndodh shumë shpesh se nxënësit që kanë fatkeqësisht nota më të dobta ose që vijnë nga kushte më të vështira, familjare, sociale, ekonomike, shkëlqejnë brenda në klub sepse e thën dinamikën e vrasht të klasës, e cila është e bome prej një arsimtare. Edhe është e vrasht, edhe është uniform, edhe është e vështirë për nxënësit që ndoshta janë më aktiv, më hiperaktiv, më kreativ, që kanë qef me sfidu rregulla, që kanë qef me dalë jashtë klasës, me mësu në natyrë, me mësu në komunitet, që t'jenë të suksesshëm. E klubi është një alternativë shumë e mirë. Dhe javët e para nxënësit e kuptojnë më shumë veten, bojnë aktivitete në i quajnë të zhvillimit personal dhe të identitetit, e më pas fillojnë ta njohin njëri tjetrin edhe ta krijojnë një ndjesi që ne nuk jemi një grup i rëndomt, i nxënësve në një shkollë të rëndomt, por jemi një skuadër, jemi një ekip, i cili qëllim ka zhvillimin e një projekti në komunitet me një fond të vogël që e sigurojmë ne përmes donatorëve tanë. Kryesisht çka kanë zhvillu deri tash apo projektet janë të ndryshme, mbi ndoshta 500 projekte janë zhvilluar në komunitet dhe projektet të cilat kanë arritur në një cilësi aq të madhe sa të fitojnë çmime rajonale të projekteve të vullnetarizmit edukativ. Ne kemi 2 çmime që jemi shumë krenar, kemi marrë vitin e kaluar çmimin e parë rajonal për vullnetarizëm edukativ. Sepse pastaj konkurrojnë edhe tek çmimi rajonal. Njerëz zgjedhën super arsimtare, pastaj ose arsimtar, në fakt, grupe edhe pastaj kalojnë tek çmimi. Zhvillon një vet aktivitet. Ideja e klubit është të krijojë një projekt në komunitet, dhe çka ndodh, nxënësit bashkë me arsimtar dalin në komunitet, intervistojnë pjesëmarrësit e komunitetit, intervistojnë nxënësit, e shohin tamam komunitetin ashtu siç është, sepse ndonjëherë ne rrugës të shku për punë ose rrugës të shku për shkollë, nuk ja vajmë re shumë problematikave të komunitetit. Nxënësit mësohen që dalin, s'pari ta largojnë frikën me dalë jashtë në terren.
marrin letra, marrin lapsa, marrin aparatet dhe fotografojnë gjithë komunitetin. Më pas kthehen në klasë dhe vizatojnë, e krijojnë një hartë të komunitetit dhe identifikojnë problematika, vështirësi, e të cilat me ndihmën e arsimtarit, super arsimtarit, e krijojnë një hierarki të prioriteteve. Le të themi, nxënësit vrejnë 10 problematika në lagjën për rreth shkollës. Mi po të 10-at nuk munden të zgjidhen nga një grup prej 15-25 nxënësish me një fond të vogël që sigurohet nga toka, ndaj ata duhet ta bojnë për zgjedhjen e prioriteteve problematikës e cila është me zgjidhshme nga ta, me zgjidhshme për sa i përket resurseve që i kanë në dispozicion dhe një problematik zgjidhja e cilës i përmbush ata. Kështu që kemi nxënës të cilët janë shumë bregosur nga ngacmimet që ndodhen në shkollë, andaj dëshirojnë ta krijojnë një fushat vetëdijsuese për atë problematik. Kemi nxënës që janë të shqetësuar nga fakti që vajzat dhe djemtë nuk trajtohen në mënyrë të njëjtë, të barabartë në shkollë, andaj vendosin ta sulmojnë këtë problematik. Kemi nxënës që janë shumë të brengosur me mbeturinat, me mungesën e pastërtisë në shkollë, kemi nxënës që janë brengosur nga fakti që ka qenë ndacakt, pa përkujdesje në rrugë dhe në lagje, kështu që vendosin ta realizojnë, do me thonë, ta zgjidhin atë problem, e vërtet. Dhe që ka ndodhë është që kur klubi mobilizohet, sidomos në zona provinciale dhe rurale, cilët kanë vullnet të hatashëm, vetë prindrit e nxënësve mobilizohen dhe shumë shpesh ka ndodhë që po e marr një shembull gjatë pastrimit të lumit për rreth fshatit të ku nxënësit jetojnë, banojnë dhe janë në shkollë, ka ndodhur që një prind e ka siguru një traktor me cilën janë bartë mbeturinat nga lumi i shtratit. Dhe të ka aktivizuar edhe një pjesë tjetër të banorëve të komunitetit. Patjetër, ose nëse nxënësit kanë dashur ta rregullojnë një hapësirë me teknologji e cila i përshtatet nevojave të nxënësve, kanë pas nevojë për një ekran, kanë pas nevojë për dollap, kanë pas nevojë për dysheme të re, çka ka ndodhur është që bizneset lokale janë ngrit në detyrë dhe kanë siguru dyshemen pa pagesë, kanë siguru televizionin pa pagesë, kanë siguru gjithë dollap, gjithë pajisjet, edhe kështu është kompletu një klasë e cila me të vërtet ju përgjigjet nevojave të nxënësve në komunitet. Kështu që po ndodh një, qysh me thonë, është një farë domino efekt, do me thonë, na çka bojmë është hapim një thirrje një herë në vit, dhe neve na vjen një lumë me aplikime, cilat me të vërtet e bojnë një përzgjedhje shumë të ngadalt dhe shumë të detajume, për ata dhe e kemi qatë... Sepse mundohemi me bojnë një përzgjedhje të drejtë. E vërtet. Mi po e kuptojmë që me përzgjedhjen e një vedijave, po themi, për i kthehemi të shembulli, prekën jetat e shumë nxënësve, shumë anëtarëve të komunitetit dhe ka mundësi të krijohet qaj efekti domino në komunitet të cilin ne e kërkojmë. Organizata toka nuk ka resurse dhe fuqi të shkoj tek secili fshat, tek secila qytet, tek secila shkollë dhe të bëj mrekullira. Ata e shohin më mirë sepse janë më afër aty, janë të njohur me problematikat apo aktivitetet që duhen me i zhvilluar. Sakt, dhe nxënësit ndryshe përgjigjen nëse unë nga organizata toka shkoj në klasën e tyre dhe filloj të realizoj aktivitetet e edukimit jo formal dhe ndryshe përgjigjen ndaj të njëjtat aktivitete kur bëhen nga mësimdhënësi, nga një fytyrë e njohur e komunitetit dhe bizneset dhe prindrit ndryshe përgjigjen në thirrjen për ndihmë nëse do të vinte nga unë, një person i huaj, i cili nuk jeton në komunitet dhe domosdoshmë nuk kishte me i njoft realisht. E me çmimin rajonal konkurrojnë me të tjerët? Po, të toka si organizat përfaqëson Kosovën dhe është kryesuese e këtij rjeti për këto 2 vjet nëse nuk po gaboj. Aty ka shtete të tjera dhe organizata të tjera që vijnë nga këto të njëjtat shtete. Kemi Evropën juglindore dhe që nëse s'po gabojnë të vetëm Evropën juglindore, ku të gjithë klubet që i përkasin atyre shteteve aplikojnë me projektet e tyne. Nëse ne klubi jonë e realizon një projekt në, po themi në inteligjencë artificiale, veç po e marrë si shembull, ne me idenë tonë mund të konkurrojmë, mund të aplikojmë, duke tregu çfarë është projekti, çfarë ndikimi ka pas, sa nxënësi kemi mbri, sa anëtar të komunitetit, a kemi pas bizneset të përfshira, kemi pas prindër të përfshirë etj. Dhe domosdoshmë jemi në garë në të njëjtën kohë me gjitha projektet e gjitha shteteve dhe projektet nga Kosova, të cilat kanë qenë të mentoruar nga toka, kanë arrit fitojnë 2 çmime. Njëherë kemi fituar
çmimin e tretë, kur kemi garu për herë të parë në vitin 2020, në një kohë shumë të vështirë gjatë procesit të pandemisë, është pikërisht projekti që përmenda me pastrimin e lumit për gjatë fshatit dhe shkollës, dhe vitin e kaluar që e marrëm çmimin e parë. Ideja nuk është që projektet të realizohen në atë cilësi sa që domosdoshmë ta marrin një çmim, sepse qëllimi nuk do të jetë marrja një çmimi, fitimi një çmimi. Qëllimi është përgjigjja e nevojave reale në komunitet dhe nxënja gjatë këtij procesi. Fëmijët mësojnë tepër shumë spari për veten, sepse fatkeqësisht aktivitetet e rregullta nuk e lejojnë fëmijën të observoj veten, të kuptoj se çka i pëlqen, çka nuk i pëlqen, çfarë e karakterizon, çfarë shkatësi ka, çfarë aftësi kishte pas dëshirë të fitonte, qysh me ndërvepru me njëri tjetrin, qysh me zgjidhni problem, kemi nevojë ta pastrojmë fshatin, nuk kemi mjaftueshëm mjete, neve na duhet një traktor, na duhet një vetur. Okej, qysh me gjetë veturën, qysh me gjetë traktorin, edhe kemi ku me kërku ndihmë tjetër për pas klinikit. Edhe në të ardhmen pastaj. Në Gjithsesi, zgjidhjen e problemeve tjera, apo në aktivitete tjera, cilat ata mund të hyjnë në njërin prej fushave dhe mund të marrin pjesë. në shkatësi se me njoft vetën, me bashkëpunu me tjetrin, me punu në ekip, me zgjidh probleme, me mendu në mënyrë kritike, me mendu në mënyrë kreative, në shkatësi të cilat i duhen secilit njeri të ketë sukses në këtë shekull në fund të fundit. Pa hyrë në zhvillimin teknologjik të hatashëm i cili po ndodh, pa hyrë në plot aspektet të jetesës, që tani për tani është tejet sfiduese. Kurse kthehemi te 10 vjetori e tokës, çysh do të shënohet ky 10 vjetor? Kemi menduar shumë për me festu ditëlindjen e 10. Toka është organizatë e cila është themelu nga një grua e cila në kohën 2015 i përkis të diasporës. Ajo grua është Jona Gjurgjevala, e cila tashmë e kalon trashëgimin e saj në kuptimin që nuk e kemi më drejtore ekzekutive, po është drejtore e bordit të organizatës, një tranzicion që për neve ka qenë shumë i rëndësishëm. Ajo në një moment në jetën e saj ka vendos ta braktis, me thonë ashtu, jetën në Britanitë të Madhe dhe është kthyer në Kosovë, një lëvizje të cilën shumë anëtarë të diasporës e kanë bërë, për cilën jemi shumë falenderues, sepse nëse nuk do ta bënte, toka nuk do të ekzistonte fare dhe nuk do të festonim dhe gjatë suksesesh. Ajo ka ardhur dhe ka themelu organizatën dhe na ka mbledh, me thonë ashtu, disa anëtarë të komunitetit që me të vërtet kemi pasion për punën vullnetare, kemi pasion për punën me të ri dhe për punën në komunitet. Dhe këtë 10 vjetor do ta festojmë domosdoshmë me tregu për sukseset e tona, gjithsesi ne kemi dikon rreth 50.000 të rinj që kanë qenë pjesë e programeve tona, kemi dikon rreth 100 donatorë institucional, 150 biznese partnere, kemi një ushtri të tanë të mësimdhënësve, të vullnetarëve, toka është gjithashtu organizata më e madhe në vullnetarizëm në Kosovë, i kemi për çdo vit dikon 1000 vullnetarë, të rinj dhe të rritur, si superarsimtarë, të cilët qëndrojnë me tokën prej 3 deri në 9 muaj të angazhuar gjatë gjithë vitit. Dhe kjo është një arritje e cila nuk është realizuar më herët nga një institucion, të themi, në Kosovë. Me 12 qershor do ta festojmë ditëlindjen e 10 të tokës, duke bo diçka që nuk e kemi bo më herët, do ta lansojmë një program të bursave. Ato quhen Lulzojnë, jemi inspiru nga tregimi shumë i vjetër i shkrimtarit të njohur Migjeni për luljen e Vacër. Fatkeqësisht në Kosovë kemi hala vajza dhe djem, lulje dhe lule, të cilat janë me plot potencial, janë me plot inteligjencë, janë me plot pasion, por fatkeqësisht janë lind dhe po rritën në kushte të pafavorshme për lulëzimin e tyre. Andaj e kemi titullu Lulëzojnë dhe ideja është që kemi fillu me mbledh fonde nga donatorë, qofshin biznese, qofshin individ, të cilët me të vërtet dëshirojnë të përmirësojnë jetën e lulave dhe lulave të Kosovës, dhe kemi një qëllim të arrijmë 20 bursa për të rinjtë të cilët po fillojnë ose vetë se janë duke realizu studimet akademike dhe cilët kanë nevojë për një shtys. Kjo bursë
dënë të thëtë që është përkrahje financiare, mi po ne pranojmë edhe donacionet të produkteve, e më pas ato fonde të rritë mund të t'i përdorin si pas nevojave të tyre. Do shta ka nevoj të paguajnë menzën, të paguajnë konviktin, paguajnë transport, libra, pajisje teknologjike, do shta dikush për tyre ka nevoj të vizitohet tek mjeko, ose tek psikologu. Për këto duhet me apliku më herët, pa tjetër? Po, pa tjetër. Ne programin si program do t'a lansojmë në Toka Gala Event, i cili do të bëhet në 12 qershor, ndërsa aplikimet do të hapën disa ditë pas Gala Eventit dhe të rritë që i plotësojnë disa kritere, cila do të publikohen dhe mësdo mund të aplikojnë. Dhe në bazë të kritereve, sigurisht do të bëhet përzgjedhja dhe ideja është që deri në fillim të vitit akademik, ata të kenë këtë ndihmën financiare dhe shpresojmë që të arrim të mbledhim fonde mjaftueshëm sa që t'ju del ajo shumë për disa muaj dhe në bazë nevojave të tyre personale të shfrytëzojnë ato mjete dhe ato produkte. Edhe gala është në të njëjtën kohë fest për neve, po është në të njëjtën kohë ngritje fondeve dhe gjitha mjetet që do të gjenerohen nga ky event, gjitha do të shkojnë për bursën Lulëzojnë dhe jam shumë e lumtur që gjatë eventit do t'i publikojmë 6 dhuruesit e parë të bursave të trive, që janë një mix i individve, i kompanive nga diaspora, i shoqatave nga diaspora, individve të Kosovës, është një mix shumë i mirë edhe e përfaqëson ngjyrat e tokës edhe ngjyrat, me thonë ashtu, të Kosovës. Dhe jam shumë e lumtur që në 10 vjet nuk do të jetë vetëm fest, bravo, mirë i shpatullat vetës, po me vazhdu këtë qëllimit që e keni pasë për fillimin. Pikërisht edhe i cili shpresoj shumë që ky program qëndroj çdo vit edhe na çdo vit t'japim minimum 5-10 bursa, sado që arrijmë t'i mbledhim nga anëtarët e komunitetit që me të vërtetë shohin potencialin e trive të Kosovës. Unë ju përgëzoj shumë për punën, uroj që edhe këtë 10 vjetore me u shënua ashtu që ju e keni menduar dhe me shku mbar, me ngritë sa më shumë fonde për të rinjt kosovar që me i realizu objektivat e tyre, pavarësisht me qenë se nuk është të caktuar veç për këto ka me shku bursa. Edhe mos me rashi. Po, edhe mos me rashi. Me motën që shë kemi tash po shkojnë temperatura, nduket se do t'jemi mirë. Po ashtu përgëzoj shumë edhe investitorët e tjerë edhe bizneset e tjera, cilat janë krah juve kanë qenë gjatë 10 vjetore edhe po vazhdojnë të qëndrojnë bashkë me ju. Po ashtu faleminderit shumë për kohën dhe informatat cilat i kena ndameni. Faleminderit për ftesën dhe mundësimin e t'regu pak se çka bojmë. Për mu, personalisht është këndësi shumë e madhe sa herë që e kam mundësi në folë me dikën jashtë tokës për organizatën dhe mundohem me përcjell pasionin e 15 personave që janë bashkë me mu të punu çdo ditë për me arrit misionin tonë. Faleminderit edhe për ne kënaqësi. Ne tani do të kalojmë dhe ndrojmë temë të informacioneve, kalojmë te receta e lindës dhe rikthehemi përsëri në studio.